Të dashur shqiptar, sot do të flasim për tunikën e përdorur në Greqinë e lashtë. Të gjitha këto perënditë e lashta, sidomos perëndia Demeter, kishte një tunikë të bukur që quheshte hiton. Dhe kjo gjendet në gjuhën akadiane, gjendet në gjuhën sumere, pra është me origjinë nga gjuhët semite. Dhe që ta dini, gjuha pellazge konsiderohet në fakt një gjuhë jo indo-europiane. E pra, këtë fjalë e merr gjuha çame. Hitoni ose hitonas në gjuhën greke bëhet shite në gjuhën e çamëve. Hiton është emër në gjinin mashkullore, o hiton. Në gjuhën çame bëhet shite. Kjo është veshja e perëndisë Demeter, tunike gjatë. Pra, si lindi ideja e pellazgjisë, fjalë që shqipja e ka huazuar nga greqishtja, na dolën fjalë pellazgë, të dashur pellazgë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencore pellazgjik.